Jemi kthyer në studio në këtë pjesë të tretë për të folur tashmë për destinacione turistike. Një pjesë e mirë e shqiptarëve tashmë ka filluar dhe preferon që her pas here festat e fundvitit, qoftë Krishtlindjet apo Vitin e Ri, ti festoj jo në shtëpi, të dalin jashtë, ndoshta brenda qytetit, por një pjesë e mirë e tyre edhe preferojnë destinacione turistike për të lëvizur, për të zhvendosur për pak ditë, për të pushuar larg rutinës edhe stresit të zakonshëm të qytetit në cilin jetojnë. Janë destinacionet që preferohen në Shqipëri, po kështu edhe shumë të tilla janë jashtë vendit. Për të mësuar për këto preferenca dhe për gjithçka propozohet nga agjenci turistike, unë kam sot të ftuar një mikesh në studio, në fakt na vjen për herë të parë dhe kam kënaqësi ta prezantoj Ornela Zholaj, drejtuese e Global Travel. Mirë se erdhe Ornela, është kënaqësi që të kam këtu. Besoj duhet jetë një moment shumë i ngarkuar për agjensinë tuaj, besoj si për gjitha agjensitë, për në këtë moment fundviti kur duhet të ketë shumë kërkesa, apo jo? Po, në përgjithësi, agjensitë e udhëtimit në sezonet e festave kanë ngarkesën më të madhe, por sidomos në festat e fundvitit është e përqendruar në një periudhë shumë të shkurtër dhe kjo e rrit akoma më shumë ngarkesën në ndryshim nga periudhat e tjera, siç janë pushimet verore që i përkasin 2-3 muajve të verës. Nëse kjo është një periudhë shumë e ngjeshur dhe për këtë arsye ka dhe ngarkesë më të madhe. Ka ngarkesë dhe shqiptarët kanë filluar gjithnjë më tepër, besoj, ka ardhur në rritje ky lloj trendi për të festuar jashtë shtëpisë, për të zhvendosur, për të bërë pushime, si thua, me atë rast. Ka kohë që shqiptarët udhtojnë jashtë për pushimet e fundvitit. Mund të them që kanë pas udhtuar dhe më shumë. Këtë vit është një rënje deri diku e këtij fluksi pushuesish jashtë, që besoj është e justifikuar dhe është një statistikë që përket në gjithë botën e vetëm në Shqipëri, por preferencat e dëshirat janë gjithmonë për të bërë festat, për t'i festuar këto festa jashtë shtëpisë deri diku, edhe Krishtlindjet që zakonisht janë festa që në gjithë botën festohen në familje, preferohet që të shkojë diku në një lokal ose dhe në një udhëtim diku. Shqipëria tashmë ka filluar, është gjithnjë më tepër po flitet për turizmin, po i kushtohet gjithnjë më tepër vëmendje. Çfarë ofron Shqipëria turistike në këtë sezon, në sezonin e dimrit dhe aq më tepër për festat e fundvitit? Për festat e fundvitit, Shqipëria është akoma për tregun lokal. Nuk është për tregun e huaj. Do të thotë që ofrohen nga strukturat të ndryshme që janë hoteleri dhe restorante, organizime festash për natën e vitit ri, për Krishtlindjet apo organizimet institucionale që janë festat e fundvitit. Akoma nuk ka filluar që të ketë ardhje të huash apo turistësh për të kaluar vitin e ri në Shqipëri, sepse nuk ofrojmë, ndoshta nuk kemi as borën deri diku ose strukturat e skive, dhe nuk kemi as diell për të bërë plazh, domethënë është edhe klima e tillë që e kushtozon. Në ndryshim nga fqinjet tanë që e kanë diçka më të zhvilluar, le të themi, si Malizi dhe Maqedonia. Megjithatë tregu lokal është tregu që mbizotëron 90% të gjithë festimeve që bëhen brenda Shqipërisë. Po, kryesisht kur themi Shqipëria turistike e dimrit, bëhet fjalë për zonat malore apo jo, no? Preferohen zonat malore dhe në disa prej tyre tashmë që kanë filluar të krijojnë emrin e tyre të mirë, ka hotele të ndërtuara me infrastrukturën e nevojshme, por që ndoshta nuk janë të mjaftueshme. Nuk janë të mjaftueshme sepse mund të kalohet maksimumi një natë apo një drek me familje, me shoqëri, por nuk mund të rrihet 3 apo 4 ditë. Akoma nuk janë futur këtë lloj strukturë, sepse nuk qëndron vetëm tek investimi që mund të ketë bërë një hotel, është komplet infrastruktura dhe çfarë duhet të bëjë një turist për të ardhur në këtë destinacion. Në fakt, kam dëgjuar për agjensitë të tjera turistike të cilat organizojnë udhëtimet, nuk e di organizoni juve si agjensi, udhëtimet turistike të... Valbona ka qenë këtë sezon, janë disa agjensi që kanë gati 2-3 vjetë që kanë ndërtuar një strukturë shumë interesante dhe shumë tërheqëse dhe është shumë tërheqëse dhe për tregun vendas dhe sidomos për të huaj. Po këto i përkasin periudhave të caktuara, duke nisur dhe nga klima dhe nga Valbona ka pasur sukses. Valbona dhe Fefi kanë qenë shumë në muajin shtator deri në muajin tetor, ose në muajin prill dhe muajin maj. Kështu që për sa i përket edhe një Shqipërisë, nuk është se ka paketa të mirëfillta turistike për dimrin edhe për festat e fundvitit. Ka vetëm oferta për të kaluar një darkë apo një mbrëmje apo për të Korça dhe Pogradeci kanë numrin maksimal të kërkesave,
si për Krishtlindje dhe për vitin e ri, por kanë dhe numër të limituar hotelesh që mund të ofrojnë këtë lloj festimi. Po jashtë vendit, një paket në përgjithësi, pa ndaluar specifikisht në për vendet të ndryshme të cilat do t'i marrin pas pak edhe për t'i sjellë për kuriozitetin e teleshikuesve si destinacionet më të preferuara. Një paket në përgjithësi, çfarë ofron një paket në një vend të huaj turistik për turizëm? Atëherë gjithmonë varet nga zgjedhja dhe nga destinacioni. Për vendet ose për të apasionuarit e skive, në përgjithësi paketat përfshin vetëm akomodimin në strukturat që ofrojnë këtë lloj aktiviteti dhe mund të ofrohet edhe transporti, por që në pjesën më të madhe të rasteve të gjithë preferojnë të kenë transport individual. Nga ku fillojnë dhe paketat që kanë dhe çmimin më ekonomik, sepse i përkasin vendeve më afër me Shqipërinë. Pastaj në destinacionet tjera, sigurisht ndryshon ajo çfarë ofrohet. Në një destinacion si Parisi, sigurisht që ofrohet guida turistike, apo shëtitje në muzeume të ndryshme, kjo gjë i përket edhe Pragës, ndërkohë që Dubai ka komplet strukturë tjetër, se është i bazuar në një lloj tjetër turizmi. Gjithçka varet nga karakteristikat e vendit, apo vendet egzotike ofrojnë vetëm natyrën, diellin dhe plazhin. Kjo është gjithmonë në varësi destinacionit dhe të zgjedhjeve sigurisht. Po, dhe cilat janë destinacionet më të preferuara nga shqiptarët për festat e fundvitit? Kërkojnë borën apo kërkojnë deti? Dëshira e madhe është tek deti, por kërkojnë detin për vit të ri. Është në paketat më të shtrenjta dhe jo të gjithë mund të t'ia lejojnë vetes një udhtim të tillë. Dhe kryeqytetet janë shumë të preferuara. Në Shqipëri vazhdojnë të ngele destinacionet kryesore dhe këtë vit është Malizi, Kolashina, që është tashmë shumë e afirmuar për tregun shqiptar. Vazhdon të jetë Parisi destinacion që është për gjithë. Kemi pamjen të Kolashinës ndërkohë. Çfarë të veçantë ka Kolashina si vend? Kolashina ka favorin, ose le të themi për Shqipërinë, është se është afër. Mund të shkohet me makinë, është shumë i pavarur në udhtimin që bën. Ofron disa lloje struktura, si hotele me 5 yje të nivelit deluxe që i quajmë në gjuhën tonë. Ka ofron hotele 3 yje, ofron dhe apartamente për moshat më të reja, që i kanë mundësit më të vogla, apartamente me çmime shumë favorizuese. Dhe ka pistën e skive që është për disa kategori, si për fillestarët edhe për profesionistët. Do thotë që përmbledh pak a shumë, është një qytet i vogël që ka një atmosferë shumë të bukur, ka bare, ka klabe dhe mendoj që i përshtatet të gjitha grup moshave. Është e shtrenjtë Kolashina? Kolashina nuk do të thoja që është e shtrenjtë. Kolashina në nivelin më të lartë të saj arrin në një çmim në hotelin me 5 yje, mund të arrin në çmimin 300 euro. Për person? Për person. Për sa ditë? Kjo është për 3 ditë që përfshin natën e vitit 3, kur mendohet që është edhe periudha më e shtrenjtë e vitit. Ndërsa strukturat e tjera që janë në apartamentet apo hotelet kanë çmime shumë të reduktuara, gati 50% më pak. Përveç Kolashinës, që është edhe destinacioni kam përshtypjen më i afërt? Shumë i preferuar, përveç se është dhe i afërt. Është i preferuar se, siç e thash më parë, përfshin disa lloje grup moshes. Është edhe për familjarët, edhe për fëmijët, edhe për mosha deri diku më të mëdha. Një tjetër destinacion i cili preferohet nga shqiptarët? Parisi vazhdon të ngelet ëndra dhe është i magjishëm. Jo vetëm me shqiptarëve, mendoj. Jo, është ëndra e të gjithëve, sepse Parisi është i magjishëm, sidomos për vitë të ri, ato kanë dritat, kanë larmin, kanë sharmin, kanë gjithçka. Është destinacion deri diku i shtrenjtë, por nuk është i ndryshueshëm. E tillë ka qenë gjithmonë dhe i tillë vazhdon të mbetet. Por është nga ato udhime që duhen bërë një herë në jetë, patjetër. Parisi është një udhim që duhet bërë një herë në jetë, por e vetmja gjë që unë përgjithësi rekomandoj klientëve është që Parisi nuk mund të shihet për 3 ditë. Parisi do shumë ditë që të shihet. Që duhen bërë llogarit mirë për vjetë në Paris. Mirë, pasi të shkosh, ka një shpenzim që udhtimi 50% të një pakete turistike. Në momentin që ti e bën këtë investim, duhet të rish më shumë, sepse ne dim të gjithë që Parisi, për mendimin tim, një javë dhe është pak, në qoftë se do të marrësh më të mirën e Parisit. Pra, ishte interesant ky momenti që tatë më herët që udhtimi zë 50% të çmimit të paketës turistike. Udhtimi zë 50% të paketës turistike. Që do të thotë për sa kohë, domethënë, për sa kohë zgjat kjo paketë? Flasim gjithmonë për paketat e fundit vitit, kur janë relativisht diku rreth 4 deri në 5 ditë. 4 deri në 5 ditë. Dhe udhtimi është shumë i rëndësishëm, pasi dhe këtë gjë doja dhe ta theksoja, ne jemi munduar dhe kolegët e mi të agjensive të tjera jemi munduar gjithmonë që ti ndërgjegjësojmë pak pushuesit apo klientët që të vendosin më herët për pushimet e tyre. Pasi çmimi i akomodimeve dhe hotelit është i njëjtë. Dihet që në janar
që në dhjetor është kjo tarif. Ndërsa tarifat e fluturimeve janë gjithmonë të ndryshueshme. Sa më vonë ato lihen, aq më të shtrenjta, aq më shumë shkon paketa. Dhe duke qenë se kjo përfshin 50% të udhëtimit, është një gjë që duhet planifikuar më herët. Një tjetër destinacion? Destinacion tjetër që edhe mua vetë personalisht më pëlqen shumë është Praga. Duket si e ngjashme me Parisin, por është më e menaxhueshme si qytet. Dhe është pothuajse në të njëjtin nivel çmimesh me Parisin. Dhe gjëja që ka ndoshta më në avantazh është që nuk është aq i shtrenjtë në të përditshmen e saj. Në konsumimet, në baret, në lokalet, dhe ka shumë atmosferë festive, ka shumë jetë natë, ka shumë gjallëri. Këto janë qytete që në ndryshim, unë këtë kam thënë gjithmonë, që në ndryshim nga ne, ti nuk ka kupton kur është data 31 dhe data 1. Se tek ne po të vini re në datën 1 është një qetësi absolute. Njerëzit janë në shtëpi, janë për familjeve. Sa në për këto qytete, pikërisht sepse ka një turizëm shumë të madh, ti asnjëherë nuk e kupton dallimin e ditës dhe të natës. Vazhdojmë me një tjetër destinacion turistik që është, kemi edhe Budapestin, që ndoshta është pak i ngjashëm me Praga. Budapesti është ngjashëm, është më ekonomik se Praga dhe ka qenë një destinacion më i lirë kur ka pasur fluturimin direkt, tashti ka ndryshuar, pak a shumë, por prapë është i preferuar. Gjëja që mund të ketë më të veçantë në ndryshim ato të dyja, Budapesti nga Praga dhe nga Parisi, është që mund të kalosh ato 3 ditë apo 4 ditë së vitit të ri, edhe duke notuar në kuptimin, është shumë e bukur pjesa e ujrave termale që ato kanë, dhe hotelet ndodhen në zemër të qytetit që ofrojnë. Për mua kjo është veçantia që mund të ofrojë më shumë. Por që jashtë bie bor, ti je në mes të qytetit duke notuar. Bukur, po në Budapest sa mund të shkojë një paket për shembull 4-5 ditore? Në Budapesti mund të verojë diku tek 600 dhe 700 euro për person, ndërkohë që Praga dhe Parisi 900 euro është ajo pjesa pak a shumë mesatare që kanë si vlera. Gjithmonë për 4-5 ditë? Gjithmonë për 4-5 ditë. Ama është gjithçka e përfshirë, apo jo? Atëherë paketat për fund vit përfshin gjithmonë fluturimin, standarden, transfertat, akomodimin, nata e vitit të ri, e cila ka një pesh në vlerën e paketës, dhe janë opsionet e udhëtimeve edhe guidave turistike që janë në mënyrë që mund të zgjedhësh kë nga to mund të preferosh. Kam dëgjuar kohët e fundit që shumë shqiptarë preferojnë të shkojnë në Dubai. Dhe nuk e di pse kanë këtë dëshirë kaq të madhe për të parë Dubai. Ndoshta sepse në fund të vitit shndërrohet në një imagji të vërtet, me sa kam dëgjuar që bëhet një spektakël dritash edhe fishek zjarre është jashtëzakonshëm. Dubai ekziston dhe si qytet e tij nga madhështia. Apo për gjatë gjithë vitit është vërtet kaq interesant Dubai? Jo, Dubai vitin e ri arrin kulmin e magjisë së tij si qytet, sepse është një qytet fantazie, ai ashtu është gjatë gjithë vitit. Ndërsa natën e vitit të ri, duke qenë se ato shohen për godinat shumë të larta, gjë që nuk ekzistojnë në vendet e afërta në Europë, dhe magjia që krijojnë me fishek zjarret është shumë atraktive për turistët, dhe është dhe klima. Kjo është një ndër shatërvanet më të famshëm që ndodhet në Dubai, të bëjnë spektakle nga më të ndryshme, është dhe klima. Në të njëjtën kohë mund të bëjnë dhe plazh. Dhe kjo është favorizuese, është ajo dëshira e thyerjes, kur ti mendon nga një vend i ftohtë, po shkoj për të bërë plazh. Dubai ti e përshtypjen që duhet jetë i shtrenjtë, më i shtrenjtë se Parisi, apo jo? Dubai është pak më i shtrenjtë si Parisi. Mendohet që një paket fillon tek 1000 euro, pak a shumë. Por Dubai nuk ka limit, këto nga ku fillojnë paketat, pasi ato çfarë ofron Dubai, çdo vit në Dubai hapen hotelet 100 kate, 200 kate, 300 kate. Dhe yjet dhe vendosjen e yjeve dhe kategorizimin e yjeve ka ndryshe nga Europa. Kështu që në Dubai mund të shkoj dikush që shpenzon 1000 euro, po çmimi kalon pastaj në mund të shpenzosh shumë më tepër atje në momentin që arrin apo jo. Pasi e përditshmja është e shtrenjtë, Ka edhe disa destinacione të tjera, për cilat edhe unë kam vëre sa herë që flasim për tema të tilla të udhëtimeve në program, që duket sikur është shtuar tashmë, janë shtuar shqiptarët që udhtojnë larg, që kërkojnë kontinentet e tjera, kërkojnë vende më egzotike, më të panjohura, tërësisht botë të reja, le të themi. Por duket sikur gjithnjë më tepër po bëhen të prekshme. Çfarë ka ndodhur? Janë ulur çmimet andej apo është rritur standardi edhe niveli ekonomik
ekonomi këtej? Mendoj që është më shumë dhe pjesa e informacionit dhe e pjesa që nuk janë kaq të paritshme këto destinacione. Sigurisht që kushtojnë më shtrenjtë, nuk është e thënë që në këto destinacione të shkosh në sezonin më të lartë, siç është viti i ri apo Krishtlindjet, kur në këto destinacione, në qoftë se ke mundësi të shkosh në fund të janarit apo në fillim të shkurtit, çmimet janë pothuajse 50% më të. Mendoj që është çështje informacioni. Shumë destinacione janë çështje mode. Siç janë Maldivet, janë kthyer në të gjithë botën, jo vetëm tek ne, se mos në Europë është si destinacioni i muajit i mjaltit. Në qoftë se do të realizosh një ëndër, është Maldive, aty ku kalohet më. Ka të destinacione të tjera, Kuba është një destinacion që ka filluar dhe preferohet. Është liberalizim i vizave në shumë destinacione. Tashmë nuk ka më viza për Brazil. Karnavalet e Brazilit janë të mrekullueshme. Do t'i shtohet dhe Brazili. Unë e kam thënë dhe në ambientet... Karnavalet kur bëjnë karnavalet? Në shkurt. Janë në mes të shkurtit, janë karnavalet e famshme. Është koha për t'i planifikuar, për ata që duan të shkojnë. Pasi është e gjithë bota, aty ndodhet e gjithë bota. Unë jam munduar dhe i them paktën miqve të mi, apo njerëzve që kanë dëshirë që të thajnë që këto destinacionet e largëta nuk janë vërtet kaq shtrenjta se ç'duken. Ose le të them deri diku, ndoshta mund të dalin në fund, kur ktheheni nga pushimi, mund të dalin dhe më të lira se sa destinacionet europiane, sepse në një destinacion europian ke kosta të tjera që janë shumë më të shtrenjta. Vërtet paketa mund të kushtoj 1.000 euro, por ato çfarë ti shpenzon, qoftë edhe një shopping, qoftë edhe një blerje tjetër, apo një dhuratë, apo diçka tjetër, ta dyfishon vlerën e pushimit, ndërkohë që në destinacionet e tilla këtë konsume ke të eliminuar, dhe do të thotë që ke mundësinë që vërtet marrësh maksimumin. Por ama kanë gjë tjetër, që destinacionet e largëta e kanë biletën më të lartë, apo jo? E kanë biletën më të lartë, por unë e shikoj që është edhe problemi i individëve që nuk para kanë qejf të u thënë shumë. Ne kemi disfavor në këtë pjesë sepse nuk kemi fluturime direkte. Ne për të bërë fluturime le të themi në Karaibe apo në Oqeanin Indian, duhet kemi minimumi 2 tranzite, gjë që na e çon kozjatën e fluturimit gati 30 orë në total. Dhe kjo krijon një farë bezdije tek njerëzit. Megjithëse është shumë e bukur, në fund nuk ka asnjë. Çmimet janë pak më të shtrenjta të fluturimeve, sepse gjithmonë duhet i shtojmë të pjesën nga Tirana. Por nuk janë të paritshme dhe janë më së të realizueshme. Ka alternativa pa fund, pra nga njëherë edhe vetë kur kërkojmë në internet, ndoshta mund të arrijmë edhe të realizojmë një udhëtim të plot, duke përnotuar gjithçka, po nga njëherë edhe aty vetë mund të ngatrohemi, kështu që ndoshta është më mirë të shkohet në një agjenci, sepse ajo të informon edhe të tregon të mirat edhe të këqijat, le të themi avantazhet apo dizavantazhet e një zgjedhjeje të caktuar, kështu që është shumë më mirë konsulenca të paktën edhe më pas të vendoset. Për fat të mirë tashmë kemi mundësi të thëmë gjithandej në një pjesë të mirë të vendeve, edhe kush ka mundësi financiare sigurisht që edhe t'i realizoj këto udhëtime. Të falenderoj shumë që ishe këtu për gjithë informacionin që na dhe, edhe të uroj shumë suksese në këto ditë të fundit të vitit që kanë mbetur, edhe një vit të ri të mbar. Gjithashtu, falenderit. Të dashur miq, ne edhe për sot kemi përfunduar këtu, do takojmë së bashku në programin e ardhshëm. Kalofshi mirë. It's too much freedom for me, and that's the way you like it. If she's so happy to be, it's never enough for me, if that's the way I like it. You taste the melody without a referee, if that's the way they like it. No commodities, not even a cup of tea, if that's the way they like it.